Përshëndetje, ju vlezë e mi të politikës shqiptare, ku do që ndodheni. Unë ju vlerësoj shumë, kam besimin ju të plot, sepse gjithmonë në forma tua ju i e përcjellni mesazhin për çamërinë. Por, Greqia, nga informacion që kam, populli grek na do fort dhe na mbështet dhe është me ne për atë masakër që bërë në çamëri. Por politika në Greqi në mos një formë e kanë ulur tensionin dhe në një formë po e pranojnë genocidin çam. Tani, nga shteti grek e ka lëshuar çamërinë, s'bën asnjë investim atje, as për rrugë, as për spitale, as në turizëm, në asnjë linjë, që do të thotë mesazhi është kjo, ajo ka lëshuar, por politika shqiptare, duke filluar që nga Konispoli, duke e futur brenda terror çamërisë, do të ketë edhe ajo disa politika të saj për investime në çamëri, sepse ajo e pranojnë që është tokë shqiptare dhe shteti shqiptare ka dhe në kushtetut që kudo që janë shqiptarët e ka detyrim ligjor, politik, juridik, lobimi kudo që jenë. Kjo do të thotë që ne jemi dhe negociata me të huaj, me investor të huaj, që u afrojnë për të investuar në çamëri. Çamëria është në Europë, e cila që në 44 e këtej ka qenë në Europë dhe është në Europë. Kështu që filloni nga çamëria i politikanë shqiptar. Faleminderit.